Sot në kuadër të emisionit të Ritmi I Ditës kemi një artiste të veçantë, një zë që prej vitesh është pjesë e skenës muzikore shqiptare dhe që vazhdon të përcjell emocion përmes interpretimit të saj. Anita Aziri rikthehet para publikut me koncertin e saj të dytës solistike në qytetin e Tetovës. Një mbrëmje që pritet të sjellë muzikën live, emocione dhe shumë dashuri për artin. Pas koncertit jubilar për 25 vite karrierë artistike, këtë herë Anita vjen me një tjetër projekt të rëndësishëm muzikor, e shoqëruar nga një band fantastik dhe musafir special, duke premtuar një natë të paharrueshme për publikun tetovar. Për rrugtimin artistik, emocionet para koncertit, sfidat e muzikës sot dhe gjithçka që fshihet pas këtij organizimi, sonte flasim me këngëtarën Anita Aziri. Përshëndetje Anita dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë Ritmi I Ditës. Përshëndetje Rean, faleminderit për ftesën. Na tregoni pak pas koncertit të jubilar për 25 vite karrierë, tani vjen koncerti juaj I dytë solistik, çfarë e bën këtë mbrëmje ndryshe nga ajo e para? Pas, koncertit tim jubilar, është koncerti I dytë, ndryshe nga ajo është se do kem edhe mysafir kësaj radhe, pasi në koncertit tim të parë isha vetëm unë si këngëtare, ndërsa tash do ketë edhe mysafir do ketë 2 këngëtarë të Tetovës, Elita Ziberi, Leotrim Zinuma, dhe do t'jetë kori, apo t'i themi grupi Grave Teuta në kuadër të Gjeladin Zeqirit Tetovës. E mbajme, vitin e kaluar, ka qenë një koncert të themi ku keni festuar 25 vite jubilar të themi atë karrierën tuaj, ka qenë me një shfaqje fantastike që e ka përcjell drejt për drejt edhe kolega jon Xhadan Halidi, ku keni shpërndar edhe për publikun trëndafila që ka qenë mund të themi një vepër shumë e veçantë nga ana juaj. Të flasim edhe për te, çfarë do të thotë për ju qyteti I Tetovës dhe fakti që koncertet tuaj solistike po mbahen pikërisht në këtë qytet? Qyteti është vendi ku unë kam lind, vendi ku unë jam rrit, vendi ku kam fillu karrierën time, ku kam krijuar karrierën time, dhe është shumë normale që ka shumë një për mu. Koncertet normal pikërisht fillohen në vendin tënd dhe më pas shkohet më gjerë. Kështu që si çdo njeri që ka një si ta them, emocion të veçantë për vendlindjen, e njëjta ndodh edhe te unë, dhe është një kënaqësi shumë e madhe që unë bëj diçka për qytetin tim, për me thënë si që është koncerti, dhe kisha dash që jo vetëm unë, por të gjithë, të kontribuojmë për qytetin, për kulturën, artin në përgjithësi, të tregojmë që kemi aty dhe kemi artistë shumë të mirë. Unë nuk dua të them asgjë, pse je nga Tetova dhe pikërisht aty ndonjëherë mos i harroni dhe shkupjanët. Mendoni edhe për shkupjanët të kemi edhe një koncert nga artisti Anita Aziri, pse pikërisht edhe në qytetin e Shkupit e keni menduar? Kam menduar shumë herë, mirë po duhet të kem faktikisht një përkraje nga ana e shkupjanëve, megjithëse unë në Shkup kam kaluar një pjesë të rinisë time. Përveç asaj që unë në përmbrëmje nuk kam munguar para shumë viteve, flas fillimisht kur fillova me karrierën time si këngëtare, si soliste. Dhe në Shkup kam, shumë miq, shumë shoqëri të gjerë dhe kam një dashuri tjetër ndaj Shkupit. Dhe nuk e harroj. Po çdo herë kam menduar, mirë po duhet pak më tepër të mendohet në bazë të organizimit, në bazë të përkrajes. Përderisa jemi edhe në Shkupjan në mendjen tënde, besoj që së shpejti mund të bëhet një gjë e tillë. Shpresojmë, pse jo. Të flasim pak për koncertin, për përgatitjen. Për një koncert të tillë e dim që duhet një punë shumë e madhe për të arritur deri në këtë mbrëmje. Sa punë dhe përgatitje shihet pas skenës që publiku ndoshta nuk ishte as pak këtu? Për të përgatitur një koncert, t'i themi një koncert të madh siç e kam planifikuar, duhet vërtet shumë punë. Dhe mirë po të them të drejtën, atë që donë nuk e ndjen edhe lodhjen, më tepër të mbyt stresi duke menduar se si do dalë, a do të bëhet po repertuari. Mirë po,
Fala asaj që unë kam një band shumë të mirë, si vjetë, do me thënë ndryshe nga viti I kaluar, është një band tjetër, dhe janë shumë profesionist djemtë, do me thënë është Premtimi, Korabi dhe Faton Stafaj, janë djemë shumë të mirë, të cilët pa përkrajen e tyre, unë nuk e besoj që do të kisha arritur t'ja dalë me këngët që I kam zgjedhur në repertuar. Puna është, siç thash, e lodhshme, po jo e bezdisshme. Jo e bezdisshme dhe duhet një kohë gjatë, do me thënë mund të shkoj deri në 60 ose 90 ditë punë, mirë po jo intensive në fakt, me pakës reduktim të ditëve, po kur afrohet më koncerti është diçka pakës më e ngarkuar. Sa rëndësi ka ato ju bashkëpunimi me bendin në live dhe energjia që krijohet në skenë dhe besoj që ajo energji përcillet edhe deri tek publiku. Është shumë interesante se e thash edhe më herët se bendi janë shumë profesionistë, janë shumë djemë korrekt dhe ta lehtësojnë punën ende edhe më shumë. Dhe rëndësia asaj, unë faktikisht që kur kam nisur të merrem me këndim, çdo herë kam pasur dëshirë më tepër këndimin live me band, se sa të shkoj në atë playback si që shkohet. Rëndësi ka shumë, se bëj diçka që moti unë kam pasur dëshirë dhe për mua është diçka shumë e vleftë. Që do e kem. Ju në fillim e potencua që do të keni mysafirë speciale në koncertin tuaj. Sa ju pëlqen ndarja e skenës me artistët e tjerë? Jam shumë modeste nga ky aspekt dhe më pëlqen të bashkëpunoj dhe të ndaj skenën me artistë siç është Elita dhe Leotrimi, po ka dhe shumë të tjerë, mi po kësaj radhe I zgjodha vetëm 2, të cilët I kam për zemrën. Leotrimin sidomos kam një mik shumë të afërt, shok shumë të mirë, I cili ka qenë gjithmonë afër meje, do të thënë në çdo aspekt flas. Dhe absolutisht ndjem shumë krenare që unë si vjet do të arris të ndaj skenën me 2 artistët e Tovës, të cilët I njihen edhe më gjerë. Gjithashtu është edhe grupi I grave të Uta, ku edhe une janë pjesë ati grupi, edhe ato si vjetë mora, do me thënë vendosa që t'i kem si mysafire nga shkaku e asaj që ato bonën pak një buj shumë të madhe me këtë vit kanë qenë po shumë të suksesshme dhe thash pse jo që edhe në Tetoftë I kem mysafir. Të jenë pjesë e koncertit. Kur flasim për emocionet, besoj që sa herë mund të themi keni emocione të ndryshme kur deni në skenë. Sa emocione ka një artiste para se të dalë në skenë, edhe se keni kaq shumë vite karrierë? Emocione ka, do me thënë çdo herë, nuk do me thënë ajo që dikush që thotë, jo, unë s'kam emocion, nuk e kisha besuar shumë. E din si është e unë tyre janë, e kam atë emocionin, atë stresin e ngarkuar kështu derisa të dalë në skenë. Mirë po te unë ndodhe kundërta, unë kur dalë në skenë jam do me thënë krejt ndryshe. Harroj stresin, harroj emocionin dhe jam shumë e lirë. Jemi brapa skenës, emocione. Gjithçka, thom, a jam unë as jam dhe mendohem. Bile vitin e kaluar ish koncerti I parë dhe normal kisha stres më të madh se si do të del. Unë kur dola në skenë isha krejt ndryshe dhe kishte, do me thënë, mysafire që më pyetnin, shumë bukur ishe, shumë e lirë isha, ke ushtru më pyet. Thash jo, ajo më vinte vetë nga vetja, do me thënë, një artiste ka atë emocion të atë ndjenjë kur del në skenë. Mund të na thuash Anita se kur e shih një salon plot me publik, çfarë ndjen në ato momente? Ndjen, s'di si ta përshkruaj, do të thënë. Ndoshta edhe nuk përshkruhet me fjalë. Me fjalë jo se jo, po në një moment mendon, sa shumë paska që më duan, ose që më adhurojnë, ose që adhurojnë muzikën time, po këndimin tim. Dhe ndjesh shumë e respektuar në atë moment dhe të vjen një emocion pak më ndryshe dhe atër do të japish ende më shumë nga vetja se në fakt do në që të knaqesh publikun
jo t'i dëshprojsh nga jo, nga shkaku që kanë ndajtur një kohë, të vinë aty, të të ndëgjojnë, dhe faktikisht është një ndjenë thashe pa përshkryeshme, emocione të përzjera, ti themi. Të themi zakonisht kemi ato pjesën kur e ndam lot gëzimi, lot ndërnimi, ashtu, ka pasur raste ku unë në një moment kam mundur edhe lot, do me thënë të nxjerri kur kam pa publikun prezent, mirë po jam përmbajtur nga shkaku që normal gjatë emocioneve të lotve, pak ndryshon dhe zëri, dhe kështu që je shtrënguar që mos të dallohen shumë. Të jesh sa më mirë me interpretimin e juaj. Çfarë vlere kanë për ju duartrokitjet e publikut edhe pas ka shumë vite ju që jeni në skenë? Mendoj që përveç ardhjes, por edhe duartrokitja e ka një rol të themi të veçantë për artistin. Do të thënë, çdo njëra lidhet me emocionin, me njëra tjetrën, ti themi publiku kishte tjetër, po duartrokitja mund të them që ka edhe diçka më tjetër, se ti kur e ndëgjon një duartrokitje të pandalshme në atë moment, ty faktikisht të rrëzqeset trupi dhe habitesh me veten se çka bëna edhe do me thonë të vjen mburesh me atë se ti që ke arritur që një publik të ngresh në kamp me duartrokitjet. Do me thënë për çdo artist është një kënaqësi e veçantë. Është një vlerësim i veçantë themi. Mendojmë që me duartrokitje mund ta japim edhe notën për artistin në këtë mënyrë? Mundet, pse jo. Të vlerësohet ashtu si luaj një rol të rëndë. Atëherë të flasim pak njiheni për interpretimin e juaj shumë emocional dhe a ka ndonjë këngë që ende sot ju prek personalisht kur e këndoni? Ka shumë këngë, ti them. Cilën do të thotë? Shpeshherë kur këndoj zakonisht unë këndoj me shpirt, zakonisht këndoj me ndjenja, zakonisht e ndjeja që interpretoj. Dhe çdo këngë ka atë mënyrën e vet se si unë e këndoj me shoqëri shembull shpeshherë kur mblidhemi më tepër i këndojmë këto këngët serenadat ti themi ose kemi një këngë të cilët me shoqëni zakonisht e kërkojmë këngën Mu betove ta këndojmë se e adhurojnë shumë shoqënia ose këngën Sonilën. Do me thënë ka disa këngë të cilët njerëzit e adhurojnë dhe e kërkojnë apo stafat, shembull një këngë që e din që unë e këndoj me shpirt dhe me ndjenja dhe nuk mundi ta veçoj dhe një të këtë e dua dhe këtë se harë. Çdo njëra e ka vendin e vetë dhe çdo njëra këndohet me emocionet e mia dhe të ndjenja dhe të mia. Deri tani folëm vetëm për Anita Azili në skenë. Anita Azila jashtë skenës, si është, sa ndryshon nga ajo që publiku sheh në skenë? Jo shumë. Do me thënë edhe jashtë skenës jam e njëjtë, jam e gjallë, jam komunikative me njerëzit, kam shoqëri shumë të gjerë. Do me thënë jashtë skenës merrem me punë normal, jam si mësimdhënëse, po përveç asaj jam dhe nënë e 2 fëmijëve. Kështu që kujdesemi, mirë po ja arrim, do me thënë të gjithë bashku, arrim të i kombinojmë gjëra. Edhe në shtëpi e kemi këndimin zakon, faktikisht të gjithë e kemi si tradit këndimin, kështu që këndimit e ne nuk ndahet. Keni raste kur komunikoni me këndim në shtëpi? Si, ka raste, zakonisht me vajzën. Me vajzë shumë bukur. A ka sakrifisa personale që publiku nuk i kupton pas jetës së një artisteja? Shumë e datë. E din si është njerëzit kur e shohin një artistin sa mirë lumt këto s'kan asnjë hall, s'kan asnjë brend. Ku t'ishin ne si këta, kam dëgjuar shembull fjalë, po ndalesh edhe ne jemi njerëz. Do të thënë, edhe ne jemi si të gjithë. Në fakt unë flas për veten time. Edhe ne përballemi me çdo brend, përballemi me çdo sakrificë që jeta na i bie, do të thënë. Nuk do me thënë se ne jemi artist dhe gjithçka është e për ne e përkryer ose s'kemi halle ose s'kemi probleme. Të gjithë jemi njerëz dhe unë për vete thëmë dhe unë jam një njeri i thjesht si të gjithë faktikisht. Nuk ka jeta është normale për mu, nuk është një... Nuk bëjt vetëm punën e të këndoj kënga, thjesht kam edhe unë jetën time jashtë skenës dhe me hallë si çdo njeri. Si çdo njeri, do me thonë, si çdo njeri që jeton një ditë të zakonshme, apo
E njëjta ndodh edhe te unë, edhe te artistët në përgjithësi, se nuk është ajo se ne këndojmë dhe fitojmë. Ne këndojmë për ndonjëherë dhe sfitojmë. Shumë vërtet. Mund të na thuani se cila ka qenë periudha më sfiduese në rrugtimin tuaj artistik? Nuk mund të veçoj në një periudhë të them që kam pasur sfiduese nga shkaku që kur kam filluar unë me karrierën time, kam filluar nga ajo që të bëj një muzikë që unë e dua. Nuk kam bërë muzikë që të bëj show, ose të jem një këngëtare shumë e famshme të gjë. Do të thënë kam bërë diçka që vetë kam dashur dhe që publiku e ka dashur, ato që e kanë ditë që unë e këndoj. Dhe unë e kam ditë faktikisht që unë do të jem kjo që sot jam. Në fakt, jo të ngrehem në start të karrierës sa e kam filluar të hypi në altë, po të hyj poshtë. Do të thënë gradualisht, hap pas hapi që njerëzit sot e kësaj dite ta mbajnë Anitën ment. A ka pasur ndonjë moment të karrierës së Anitës të heqë dorë nga muzika? Po, ka pasur, mirë po jo të heqë dorë, nga shkaku që kthehem përsëri në atë që ju thatë se si është jeta e një artistit. Jo të heq dorë nga muzika, po ishe detyruar që pakës të largohem nga skena, nga këndimi, nga x arsye, të cilat jeta na i ka sjellë të tregojmë njerëzve se edhe ne kemi halle. Ka qenë një periudhë, të me thanë, gjatë kohës së Covidit dhe pas Covidit ishte pakës më e vështirë për mu që unë largova sinqerisht dhe njerëzit mendonin që unë e kam lanë muzikën, po jo që unë e lash muzikën. Po muzikën e kisha ende në shpirt, po nuk isha shumë aktive për x arsye. Mund të na thoni se çfarë ju motivon ende sot të vazhdoni me të njëjtin pasion për muzikën? Dëshira e madhe, do të thënë që unë çdo herë kam pas për muzikën dhe motivohem kur shoh një sukses të madh, unë ende më shumë motivohem, do të thënë dua ende të punoj, ende të vazhdoj. Mund të na thuash se sa e vështirë është sot të mbijetosh artistikisht pa humbur identitetin tënd muzikor? Është shumë e vështirë. E flas në aspektin e asaj, është shumë e vështirë nga shkaku që sidomos një këngëtar i cili don të arrijë të bëjë një karrierë me një, si ta them, mos të largohet asaj që e bën, do me thënë mos të merret me diçka komerciale, është pak shumë e vështirë, në shkaku që ka shumë pak njerëz të cilët muzikën e dëgjojnë, nuk e shohin. Nuk e shohin. Anita, mund të na thoni sa mendoni se artistët sot duhet të luftojnë më shumë për vëmendje se sa për art? Atë që e thash, do me thënë, sot muzika fatkeqësisht nuk dëgjohet, po shihet. Dhe duhet të luftohet që ne ta kthejmë atë kohë që muzikën ta dëgjojmë, ta vlerësojmë artin në përgjithësi të bukur, me cilën na sjell shumë emocione të mira, qoftë në halle, qoftë në gëzime, qoftë në gjithçka. Faktikisht është një problem që duhet patjetër që ne si artistë të luftojmë ta kthejmë atë të cilën duhet ta dëgjojmë, jo ta shohim. Jo ta shohim. Anita, pasi që jeni 25 vite me art në skenën artistike, si e shihni muzikën shqiptare sot ju? Në syrin e Anitës, si është muzika shqiptare? Po, të them nga ajo koha që unë kur fillova, do të thënë të këndoj me një stil të veçantë, ka ndryshime. Ka ndryshime. Mirë po, ajo që sot e bën, të themi kështu troç pazarin e muzikës, ende nuk është e larguar. Mirë po, ka ndryshim nga ajo që e shoh se në fakt njerëzit kanë filluar të pak të vetëdijsohen, të kuptojnë se çka është e bukur, të kuptojnë se çka është e vlefshme dhe cila këngë ka vlerë. Ndryshe nga ajo që unë kur fillova. Nga shkaku që unë kur fillova të këndoj se fillimisht në stilin e jazzit, kisha shumë kritika se kish njerëz të cilët nuk e kuptonin. Mirë po për mu mjaftonte që kisha shumë njerëz të vlefshëm të cilët e dinin se çka këndoj dhe mjaftonte ajo pakicë të cilët i çmoj si njerëz e dëgjojshin me kënaqësi dhe më hipshin, do të thënë vullnet që të vazhdoj.
që të vazhdojnë. Çfarë mendoni si mungon më shumë të themi skenës son muzikore? Skenës son muzikore, në fakt unë do të kthehem, do të flas sikur unë ta them modestia. Modestia më shumë më pëlqen. Të jesh modest, të ndajsh skenën me dikën, në fakt. Mos të ketë faktikisht xhelozi, po të ketë bashkëpunim, të ketë mirëkuptim në fakt. Do me thënë, mes kolegëve mos të ekzistoj xhelozia. Ti gëzohemi të themi suksesit të njëri tjetrit. Të gëzohem unë se shembull të them Xhanani ka mbri më shumë se unë, shembull e mora, se ajo më kujtu në moment, ka mbri më shumë se unë, unë knaqem për e shoh se një këngëtar i cili e dua, e kam për zemre, kam mbrit shumë dhe unë do të mundohem që unë të flas për njëri. Jo të ndjej një ashtu xhelozie të keqe, ajo i mungon. Duhet, do me thënë, me xhelozia s'mundemi të mbrit. Asgjë. Nëse do ta përshkruani këtë koncept me vetëm 3 fjalë, cilat do të ishin? Se di, vetëm me 3 fjalë. Si mendon cilat do të ishin? Mendon që të flas sipas në aspektit se të ftoj njerëzit apo si? Po, në gjitha aspektet. Me 3 fjalë i kisha thënë, tash 3 nuk mund të them, po u kisha thënë njerëzve të ejani, do me thënë, ja vlen të shihni diçka të bukur. Ja vlen të Tash dola nga modestia. Nga modestia, jo, më tash. Dhe në fund, çfarë dëshironi që publiku të marrë me vete pasi të përfundoj kjo mbrëmje muzikore? Kisha dash të marrin atë që jam munduar të bëj dhe jam paraqitur në skenë duke shprehur një modesti dhe duke treguar publikut se ja vlen të mundohemi dhe të sakrifikojmë apo të kontribuojmë për të bukurën e cila është arti në përgjithësi. Dhe thënë të mbushen me atë që pas ka diçka të bukur. Dhe në këtë lloj të muzikës që ju të interpretoni. Unë, Anita, ju dëshiroj shumë fat gjatë mbrëmjes së sotshme që ju do e keni edhe koncertin e juaj, kështu që faleminderit që ndat kohë për emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Unë falenderoj shumë të juve në përgjithësi si televizion që asnjëherë s'më harroni, sidomos Xhananin, ta përshëndesim. Dhe thjesht i kisha ftu të gjithë njerëzit që sonte në ora 7:30 të jenë prezent ai i cili don të kënaqet me muzikë të mirë fillt, në 7:30 në Pallatin e Kulturës në Tetov. Sinqerisht faleminderit edhe një herë dhe thjesht ndjem shumë e respektuar nga ana juaj që dajtët ditën e sotshme në ditën time të koncertit që të më intereson. Ju faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur, kështu që edhe unë publikisht ju ftoj gjithë adhuruesit apo të themi gjithë fansat e këngëtarës Anita Aziri që të jeni pjesë e koncertit së sotshme në qytetin e Tetovës apo konkretisht në Pallatin e Kulturës. Who
ta haruash, se ne dy bashkëdikur kishim qenë si vetë ti. Koha tek ti dikur ndaloj, u trondita në shpirt e një notë më tradhoj. Nostalgji, një fotografi më shkaktoj në një mesnat, kur në këndin timin tim mu gështuan së gjatë një fotografi aty, e fshehur në përak se sot. Nostalgji, në sytë e mi ishim diku